Disa plagë nuk shihen, por ndihen në mënyrën si rritemi, si duam dhe si kujtojmë. Ka ngjarje që nuk mbeten vetëm në të shkuarën, por vazhdojnë të jetojnë në kujtesën dhe në emocionet e brezave. Ky libër lind nga një nevojë e brendshme për të prekur atë që shpesh mbetet e pathënë, dhimbjen që trashëgohet dhe jeton në heshtjen brenda nesh. Është një përpjekje për të kuptuar jo vetëm atë që ka ndodhur, por mënyrën se si ajo vazhdon të jetojë në botën psikologjike të brezave, duke formsuar ndjenjat, lidhjet dhe identitetin tonë. Çamëria në këtë libër nuk është thjesht një hapësirë gjeografike apo një kujtim historik. Ajo është një ndjenjë gjallë, një pjesë e shpirtit që nuk shuhet, një mall që përcjellët dhe mbi të gjitha një identitet që kërkon të dëgjohet. Është dashuria për një vend që jeton përtej kohës, përtej mungesës dhe përtej dhimbjes. Ky libër është dëshmi se trauma nuk vdes me kohën. Ajo trashëgohet, ndërvepron me identitetin, me kujtesën dhe formon shpirtin e brezave që pasojnë. Dashuria për çamërinë vazhdon të mbetet forca më e madhe dhe energjia që do të vazhdojë të shndërrohet në projekte të tjera, duke ruajtur kujtesën, afirmuar identitetin dhe dëshmuar se një popull që ka vuajtur nuk është haruar, por mund të lulëzojë përtej çdo sfide, sepse, siç di çdo shqiptar i çamërisë, nuk mund të ketë zemër të plotë pa çamërinë. Ky libër është një testament i kësaj dashurie, një dëshmi se kujtesa, identiteti dhe trauma e një populli mund të bëhen dritë për të kuptuar të kaluarën dhe për të ndërtuar të ardhmen. Përshëndetje. Në vazhdimsi të serisë së intervistave Learning by Talking and Talking by Learning, në vazhdimsi të virtueshmërisë së institucionit për të përfshirë në institucion të gjitha trevat shqiptare dhe të gjithë Shqipërinë natyrale dhe në vazhdimsi të traditës së virtueshmërisë për të afruar tek libri, ditën e sotshme do të kemi të ftuar në institucion Samantha Ademaj. Ajo është një zonjush çame, e ardhur nga një familje çame, e rritur në një familje çame. Është një psikologe klinike. Do të flasim për traumën, do të flasim për çamërinë, do të flasim për një nga trevat shqiptare, do të flasim për çamërinë, do përpiqemi të kuptojmë atë që ka ndodhur në çamëri dhe do dëgjojmë dëshmi. Ajo ka bërë një libër i cili quhet Vështrim psikologjik mbi çështjen çame. Është një studim i cili përmban dëshmi dhe përmban rrëfimin e saj. Është një studente ekselente. Profilin e saj do ta ndiqni të plot ditën e sotshme në intervistën e radhës. Ju rikujtoj që të gjitha intervistat mund t'i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, mund t'i gjeni në bibliotekën virtuale dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Ju rikujtoj gjithashtu që duke filluar nga 1 shtatori do të vazhdojmë me sezonin e ri akademik. Vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, artim e tjerë. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Regjistrimet vazhdojnë çdo ditë deri në datën 31 gusht, do të jetë oferta aktuale. Në shtator çmimet do të rriten. Të mësosh kur nuk është vonë. Bëu pjesë e Time Center, bëu pjesë e ëndrës më të bukur. Na ndiqni sot në intervistën e radhës me një zonjush ekselente, me një zonjush që do të prezantojë të plot profilin e saj dhe mbi gjitha do të flasim për çamërinë, një nga trevat më të bukura të Shqipërisë natyrale. Na ndiqni, ju mirëpresim.